Sigurisht që kanë pas rol, domethënë shqiptar. Nuk mendoj domethënë që kjo është një, sidomos për periudhën klasike, meqense se merremi më shumë me periudhë klasike, nuk mendoj që ka qenë merite e shqiptarëve, ka qenë merite e sistemit osman, sepse sistemi osman, ka për informacion të teleshikuesve tuaj, ka qenë një sistem i bazuar në ligjet e sheriatit, por i modifikuar. Dhe siç dihet, sheriati aspektit nacional nuk i e vlerë. Mi bazën e kësaj, shoqëria i ndahej në dy grupe, në musliman dhe geberan, siç njihen në dokumente, apo gajri muslim. Domethënë dhe jo musliman. Sigurisht, domethënë siç dihet, domethënë si rezultat i rrethonave në të cilat gjendeshin shqiptarët. Domethënë qysh në dy shekujt e parë, familjet e fuqishme, të cilët ishin feudal, domethënë të periudhës paraprakë në kohën osmane, e pranuan islamin, ruajtën pozitat dhe u integruan në sistemin osman. Qysh prej ditëve të para, sidomos domethënë prej kohës së Sultan Mehmet Fatiut, i cili në literaturë njihet si literaturën evropiane njihet si pushtues, në literaturën islame domethënë njihet si triumfator, domethënë Istanbullit, që e shpërbeu një perandorim bizantine që e shihte veten si pasus i perandorit bizantin. Qysh prej asaj periudhe i gjejmë shqiptarët në vazhdimsi në gradën më të lartë të mundshme, e që ishte kryeviziri. Domethënë duke filluar post asaj kohe. Ishte kryeviziri, ishte kryeministri. Kryeministri. Po, vetëm sultani ishte i paprekshëm, duke filluar nga Zanos Pasha, për shembull, domethënë që ka pas prej ardhe prej zonës së Vushtrisë. Pastaj domethënë kemi deri në 1920, domethënë e kemi edhe prej familjes së Vlonjave, domethënë vlonjatëve, e Ferit Pashën, domethënë që ka qenë në pozitën e kryeministit. I kemi mbi 36 kryeministra shqiptar. Nuk po flas domethënë për pozita tjera të cilat ishin të mbuluara. Ajo që është shumë e rëndësishme dhe që të bën të mendosh është që shqiptarët në vazhdimsi e kanë përdorur nofken e prejardhjes, ose si Arnaut, ose Avlonjallë, Filan Fistekë. Është rasti për shembull domethënë me Mahmud Begollajt, domethënë, këta në vazhdimsi e kanë përdorur si Ipekli, Pejani, Mahmud Begolli për shembull, domethënë Hydaverdi Pasha e tjetri.